Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se erdhët në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë diçka ndryshe, do flasim se si ju të kuptoni kur keni energji negative në shtëpi ose kur keni energji pozitive. Atëherë, ju mund të merrni një qiri, të mbyllni syt, të përqendroheni te qiriu dhe ta ndizni këtë qiri nëse qiriu është duke u djegur normalisht dhe lëshon flak të bukur, kjo do të thotë që ju keni energji pozitive në shtëpinë tuaj. Në rastin tjetër, nëse qiriu në momentin që ndizet dhe ju jeni duke e parë, sepse do ta shihni derisa të digjet qiriu ka kërcitje të lehta ose bën flak të çuditshme, atëherë kjo tregon që ju keni energji negative në shtëpinë tuaj. Tani, si mund ta pastroni këtë energji në rastin se ju do keni energji negative? Këtë mund ta bëni edhe te vendi punës, por edhe në ambiente të tjera që mund të jeni. Gjithsesi, është kripa e detit, është një përbërës dhe kjo është nga Feng Shui për të hequr energji negative. Kripa e detit mund të përdoret e kombinuar me ujë, por mund të përdoret edhe vetëm krip. Dhe këtë mund ta vendosni në një gotë dhe ta vendosni në vende të caktuara, në zona të caktuara të shtëpisë, por në rastin tjetër mund të përzihet edhe me ujë. Kripa me ujë në një gotë ku ju mund ta shpërndani në disa vende në shtëpinë tuaj. Ose në kovën që ju lani, mund të hidhni aty një lugë krip dhe të lani për të pastruar energjinë në shtëpinë tuaj. Tjetra, ju mund të riorganizoni ato mobiljet tuaja, të lëvizni që energjia të lëvizi. Nëse ju e keni të ngarkuar ambientin, atëherë kjo bën që nuk e lejon energjinë dhe ajrin të vi brenda. Është mirë të hapen dritaret, të ajroset shtëpia, të futet dielli brenda, por edhe energjia të jetë e lirë për t'u lëvizur, duke mos pasur shumë ngarkesa në shtëpinë tuaj. Falni se pata një telefonat, atëherë vazhdojmë. Ju ndërkohë në momentin që mund të pastroni shtëpinë tuaj, është mirë që ta pastroni nga gjërat e vjetra ose çfarë ju keni, shtëpia të jetë sa më e pastër, dhe gjatë kohës që ju mund të pastroni, mund edhe të këndoni me zë të lartë, ose në rastin tjetër mund të vendosni këngë dhe t'i dëgjoni me zë të lartë, sepse pastrojnë energjinë negative. Mund të ndryshoni dhe mobiljet her mbas here, t'i lëvizni për të qarkulluar energjia pozitive dhe për t'u larguar energjia negative. Atëherë ju edhe mund të meditoni nëse dëshironi, ose mund të vendosni në shtëpinë tuaj edhe vajra esenciale për të pastruar energjinë e keqe. Dhe vajrat esenciale mund të jenë vajra me livando, vajra me aromë livandoje, ose dhe aromra të tjera që janë për pastrimin e shtëpisë. Gjithsesi mund të përdorni aroma nga më të ndryshmet. Por është edhe diçka, kripa ka efekte shumë të mira, kripa e detit, për pastrimin e energjisë negative. Ju mund ta vendosni dhe në çdo cep të shtëpisë kripën dhe ta hiqni ditën tjetër, ta pastroni që ajo të pastroj energji negative që mund të ketë mbizotëruar në shtëpinë tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm, një mbrëmje sa më të këndshme, dëgjojmë në videot e radhës.